E drejta gjithmonë në rast se aksidentit dhe është humb aftësia e personit për shkak të lëndimeve të pësuara, atëherë i njëjti ka të drejtë që të kërkoj që një kujdes nga një person tjetër, duke marrë parasysh duke filluar nga ushqimi, nga lëvizjet, nevojat fiziologjike, lëvizjen jashtë brendit, atëherë personi ka të drejtën që të kërkojë ndihmën e personit të huaj. Mirë po gjithë kjo duhet të vërtetohet në bazë të dokumentacionit mjekësor që i njëjti nuk është i aftë që të kryej nevojat e veta personale, dhe në bazë të kategorisë së lëndimeve ose të cilat i ka pësuar, atëherë mund të caktohet edhe një kujdestar i përkohshëm, i përhershëm apo në një kohë të caktuar për të kujdesur për të.